Vetmi në Perëndim, komedia e zezë norvegjeze me autor Martin McDonagh u ngjit në skenën e qendrës kulturore Lasgush Poradeci, duke sjellë një interpretim të veçantë në regjinë e Orges Karagës. Shfaqja solli për publikun marrëdhënien e tensionuar mes dy vëllezërve, përpjekjet për pajtim dhe rolin e një prifti si ndërmjetës, që në fund tërhiqet duke i lënë protagonistët në reflektim për vetjetën dhe marrëdhëniet e tyre. Zënkat që kanë, jo vetëm familjet, po ke gjithashtu edhe njerëzit mes vetes, me gjëra që janë realisht të vogla, por që shtohen dhe dalin prej kontrolli. Dhe në këtë shfaqje, këta vëllezërit, që edhe në kulturën tonë duhet të jenë të afërt, duhet të jenë ta kenë, si të them, shpinën e njëri tjetrit, po ajo zënk, këto gjëra të vogla janë rritur dhe kanë dalë në tepric, aty ku ata gati vrasin njëri tjetrin. Personazhi i priftit i luajtur nga aktori Besian Sulejmani përfaqësonte përpjekjen e dështuar për të ndërtuar komunikimi mes dy individëve në konflikt të vazhdueshëm. Sulejmani e cilëson këtë rol si një sfidë për ta përçuar me ndjeshmëri dhe thellësi. Po në realitetin jo vetëm në Shqipëri, po edhe në Maqedoni, nga vijun janë shumë aktive, shumë reale, shumë në jetën e sotme ndodhin të gjitha. Edhe mendoj se është një shfaqje te secili jep një mesazh si duhet. Kjo shfaqje erdhi si nis me aktorit pogradecar Jurgen Liçkollari, i cili ka ftuar kolegët e tij të njohur gjatë studimeve për të realizuar këtë projekt të përbashkët e për të sjellë në qytetin e tij një shfaqje me tematikë të fortë dhe domethënie aktuale. Kërkesa emocionale është frustrimi, tensioni gjatë gjithë kohës që zhvillohet vepra, sepse janë dy vëllezër të cilët kanë një raport shumë të keq me njëri tjetrin, të cilët e kanë trashëguar nga babai i tyre. Shfaqja, e cila zgjati më shumë se 60 minuta, u prit me interes nga publiku, duke sjellë në skenë jo vetëm tension dhe mister, por edhe humor të hollë përmes një komedie të zezë që ngacmonte mendimin dhe emocionin.